Mirëmëngjesi të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në gjykatën themelore në Prishtinë do të mbahet seanca gjyqësore për sulmin në Banjsk. Të akuzuarit që do të paraqiten në gjykatë janë Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Aktakuza ngritur ka të bëjë me sulmin terrorist të 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit, në të cilin u vra polici Afrim Bunjaku. Aktakuza ngarkon 45 persona, derisa listës së të akuzuarve i prin Milan Radojčić. Një person ka vdekur dhe 4 të tjerë janë lënduar si pasojë e një aksidenti që ndodhi mbrëm në rrugën Komoran-Saraleb. Lajmin e konfirmoi zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti, e cila tha se në këtë aksident kanë qenë të përfshirë 2 automjete ku si pasojë janë lënduar 5 persona, njëri nga të cilët ka vdekur. Ahmeti ka bërë të ditur se persona tjerë të lënduar janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK. Është ekstraduar nga Anglia në Kosovë një vendas i cili kërkohej me urdhër arrest ndërkombëtar. I dyshuari ishte arrestuar më parë nga autoritetet angleze, pasi kërkohej nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për veprat penale, vrasje në tentativë dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Policia ka bërë të ditur se ekstradimi është mundësuar falë bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre të Mbretërisë së Bashkuar. Pas kthimit në Kosovë, i dyshuari u është dorëzuar njësive përkatëse policore për vazhdimin e procedurave të mëtejme ligjore. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, priti në takim të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës anu Pratipati. Gjatë takimit u diskutua për mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe për mbushjen e standardeve më të larta demokratike, çka u vlerësua lart nga të dyja palët, duke vënë theksin në rëndësinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve. U ritheksua nevoja që ky proces të zhvillohet në përputhje të plotë me kushtetutën, thuhet në njoftim. Kosova kujtoi dhe nderoi martirët e Reçakut. 15 janari mbetet një nga datat më të dhimbshme në historinë e Kosovës. Masakra e Reçakut, ku 27 vjet më parë u masakruan 45 shqiptar, gra, burra dhe fëmijë nga forcat policore ushtarake dhe paraushtarake serbe. Kjo ngjarje shënoi kthes në historinë e Kosovës, duke qartësuar edhe para faktorit ndërkombëtar ndodhit e tmerrshme që mbanin vulën serbe. Lajmi i masakrës së Reçakut sensibilizoi opinionin ndërkombëtar për krimet serbe në Kosovë dhe u hapi rrugën bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe dhe vetë Serbisë. E muzeu i masakrës në Krushë të Madhe të Rahovecit është një nga dëshmitë me foto dhe audio të regjistruara nga dëshmitar të gjenocidit serb të kryer në pranverën e 99-s mbi shqiptarët e Kosovës. Janari i Reçakut i dokumentuar dhe nga ndërkombëtarët i paraprin dhimbjes së Krushës së Madhe, 241 varre prej tyre 64 pa emër janë dëshmi të krimit serb mbi popullatën civile. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.